Në shumë dyqane dhe lokale në qendër të Tiranës po tregtohen vera pa pull fiskale, pa siguri për përmbajtjen dhe origjinën e tyre. Vera pa pull fiskale do të thotë që kompanitë e autorizuara si distributore nga prodhuesi, të cilat mbajnë dhe përgjegjësi ligjore, paguajnë dhe taksa, po konkurojnë në mënyrë të padrejtë. Ky është evazion fiskal, që ngarkon me përgjegjësi dy institucione, doganat dhe tatimet. Vera pa pull prish konkurrencën dhe çdo produkt tjetër pa faturë fiskale tregon evazion fiskal dhe korrupsion. Evazion se nuk paguhen taksa dhe kjo prish konkurrencën. Korrupsion sepse na tregon që në tregun shqiptar doganat kanë lejuar të hyjnë mallra akcize pa pull. Gjithashtu, prezenca e verave pa pull fiskale tregon se tatimet janë pa sy, janë pa vesh dhe nuk zbatojnë ligjin. Ose janë të korruptuar, ose janë hajdut, ose bashkpunëtor në këtë krim, ose duhen pushuar nga puna për pa aftësi. Nuk po përjashtojmë në këtë skandal as autoritetin kombëtar të ushqimit, që duket si shoqat bamirësie, por që duke mos funksionuar, rrezikon shëndetin e qytetarëve. CNA do të sjellë në ditët në vijim materiale të plota me detaje në lidhje me shumë subjekte, të cilat fusin në tregun shqiptar mallra pa pull fiskale, nëpërmjet Italisë, duke goditur konkurrencën. Por nga investigimi ynë, skandali shkon edhe më tej te futja i produkteve false, pasi një verë pa pull fiskale dhe pa certifikuar nga prodhuesi është një produkt pa siguri ushqimore, që nuk dihet se çfarë përbërësish ka, dhe pa diskutim rrezikon jetën e konsumatorit. CNA ka mundur të mbledh informacion se individ të ndryshëm, furgona, kamion, subjekte, sjellin produkte kontraband, por dhe të falsifikuara nga Turqia, Maqedonia e Veriut dhe Italia. Përveç se një konkurrencë të prishur në treg, përveç se shtetit i mungojnë lekët në ark, rrezikohet jeta e qytetarëve. Ky është një alarm që tregon një aks korrupsioni midis individëve të papërgjegjshëm që kërkojnë të fitojnë duke mos paguar taksat dhe duke rrezikuar jetën e qytetarëve, te doganat që kanë mbushur xhepat pasi nuk bëhet fjalë për 1 apo 5 shishe, për 2 apo 10 kuti, bëhet fjalë për mijëra shishe nga marka të falsifikuara. Nuk bëhet fjalë vetëm për kontraband, se kjo do të ishte gjysma e së keqes, por dhe për produkte false. Aksi i korrupsionit nga individët e papërgjegjshëm shkon te syleshët e doganave, që kanë lejuar të kalojnë në pikat kufitare dhe përfundon te verbëria e tatimorëve, që duket të jenë po aq hajdut sa doganat. Ditë pas dite do të tregojmë se si në portet e Vlorës, Durrësit, në doganat e Qafthanës, Kapshticës apo dhe te Hani i Hotit vërshojnë drejt Shqipërisë mijëra shishe vere kontraband, pa pull fiskale dhe nuk është i vetmi rast me produkte false, përfshi ato të cilësisë së lartë. Bëhet fjalë dhe për shumë produkte të tjera, si purot, pijet e shtrenjta alkolike, uiski, gjin, ashtu si në rastin e verave, të cilat përveç se kontraband janë edhe të falsifikuara.